Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Elbasan ka kryer një hap të rëndësishëm në luftën kundër veprimtarive kriminale, duke kërkuar dhe siguruar konfiskimin e 14 pasurive të Marcel Aranit, i dënuar për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Marcel Arani rezulton të jetë dënuar me vendim të formës së prerë në Itali, ku u shpall fajtor për shfrytëzimin e prostitucionit. Hetimet ndërkombëtare kanë treguar se ai ka kryer aktivitet kriminal në territorin italian, duke përfituar shuma të mëdha parash nga kjo veprimtari e palishme. Autoritetet italiane kanë konfirmuar dënimin dhe kanë evidentuar përfitimet palishme financiare të cilat Arani më pas ka tentuar t'i legalizojë në Shqipëri. Hetimet kanë zbuluar një rrjet transaksionesh financiare që lidheshin drejt për drejt me aktivitetet kriminale të prostitucionit. Për të fshehur origjinën e këtyre të ardhurave, Arani përdorte metoda të sofistikuara pastrimi parash, duke investuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Në kuadër të këtij procesi janë sekuestruar një apartament në qytetin e Durrësit, 13 automjete luksoze dhe me vlerë të lartë, një motomjet BMW, një aktivitet tregtar në fushë veprimtarie në tregtinë e automjeteve të dhëna me qira e mjeteve në qytetin e Elbasanit. Ky veprim i prokurisë së Elbasanit përkon me angazhimin e vazhdueshëm të saj për goditjen e krimit ekonomik dhe kriminal në vend, veçanërisht ndaj personave që pasurojnë në mënyrë të palishme dhe përpiqen të legalizojnë përfitimet e tyre përmes sistemit financiar dhe tregtar. Autoritetet ligjzbatuese bëjnë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët në raportimin e çdo aktiviteti të dyshuar financiar dhe theksojnë se lufta kundër krimit dhe korrupsionit do të vazhdojë pa kompromis në të gjitha nivelet.